show një partijak nuk i shërben interesave të Republikës dhe në këtë drejtim nuk marrin pjesë në show të tillë. Është kosto shumë e madhe me fatin e Republikës, luhet kaq shtrejt e kaq shumë për një të zgjedhjeve. Gjithë kemi pas pritje që lëvizja vendosje dhe zoti Kurti do të bëjë çmos që të krijojë raste për gjykatë kushtetuese. Edhe me raste të tilla të provoj të shtyj datën e parapërcaktuar të zgjedhjeve tek e cila datë po na dërkon ai vetë. Më lejoni të ritheksoj edhe një herë se akt gjykimi i gjykatës kushtetuese mbi verdiktin e presidentes, ky i fundit, pra, në paragrafin 175 flet qartë për rolin e deputetëve dhe faktin që deputeti nuk i nënshtrohet asnjë presioni politik dhe siç e sheh deputeti vetë, mund të marrë pjesë ose mos marrë pjesë ose të ushtrojë bindjet e tij politike i lirë. LDK-ja, dhe këtu flas në emër të gjithë deputetëve të LDK-s, e konsideron që ky show një partijak nuk i shërben interesave të Republikës dhe në këtë drejtim nuk marrin pjesë në show të tillë. E ta marrin si të qenë, si dëshirojnë ta marrin, por kjo është e vërteta. Tani i kuptojmë këto përpjekje për të krijuar rast gjykatë kushtetuese, konsiderojmë që është kosto shumë e madhe me fatin e Republikës, luhet kaq shtrejt e kaq shumë për një të zgjedhjeve. Sepse shteti me gjithatë nuk është tajgare. Është seriozitet i lartë dhe një parti politike do duhet sillej me jo vetëm me seriozitet, por me kujdes të jashtëzakonshëm ndaj normave kushtetuese, po këta janë të njohur për mishkel ato. Dhe tani kanë dhënë edhe një epitet karate president. Nuk besoj që ne të tjerë do të jemi pjesë e një skenari të tillë politik.